Përshëndetje dhe përshëndetje miq të Partizani Channel, reprezentohet nga stadiumi Shkumbini. Luhet sot java e 6 e kategorisë së dytë, pra mes Shkumbinit dhe Partizanit B. Peqina se me provuar nga krau i djathtë. Një cross së drejt zonës. Djalo i zdon të largoj, mundësia tashmë është numri 3, i cili provon me këtë goditje ishte Çeliku. Për provuar sërish me numrin 25 goditja drejtë në zonë, drejtë në duart e portierit Almuça. Rusin Bungaev, por duhet të vijoj lojën mbrojtësi Partizanit por të mos e lejuar këtë goditje që shkon në rrjet, shikoni, nga një hezitim do t'i marr maksimumin pra. Krosimin drejt mjaft i mirë drejt zonës, goditja e pabesueshme largohet në një tjetër goditje këndi. Nuk arrin dot Partizani. Topi lëshuar në të majt tek Hasrama. Nuk arrin dot Bungaev, Hasrama i drejtohet zonës. Mundësia, toka zi dhe vjen goditja që e pabesueshme shkon në rrjet. Ndreja e kalon drejt qendrës, por lëshon një top të gjatë në një zonë ku ndodhet Bakalli. Goditja më jeshme dhe shkon në rrjet me shpejtësi Partizani. E kërkon topin për ta rinisur në mesin e fushës dhe bllokohet sfida. Ndjes ngushtohet diferenca, pra si emocionet, pra ngushtohet diferenca. Partizani ka shnuar me Jurgen Bakallin. Agea, Bakalli del fitues. E kërkon Bakalli, Balla, Bakalli, pozicioni është i rregullt. Krosimi shkon në duart e portierit Hasfatia, por duhet bëjmë diçka më shumë në këtë çaste. Goga, duhet thjesht ta ulë me qetësi. Edhe Goga shikon zonën, krosi fort i mirë. Mundësia Jata e godet dhe barazohet sfida. Shënon Partizani. Pra kjo është skuadra e kuqe. Fal një aksioni të rrjetshëm që nisi nga këmbë Bakallit, pastaj Goga me krahasim të menjëhershëm në zonë, që nuk e largua siç duhet nga mbrojtja e skuadrës së Peqinit, por Jata me të djathtën, jemi mësuar të shikojmë gjithmonë me të majtën, por Babakar Jata shënon pra dhe barazon sfidën 2-2. Mundësia e provuar, Abdu, kontrolli mirë, shikon zonën, goditja shumë larg kuadratit. Pas pak çastesh bëhet gati në fushën e lojës dhe hypi. Por shikoni çfarë mundësie, goditja ndryhet nga Almuça. Erifës që bllokoi për një çast, por tashmë do të bëjmë kujdes pasi tempo edhe ndryn aty. Almuça